deri më tash nuk ka ndodhur në Kosovë që partia cila ka dole para në zgjedhje, me qenë ajo e cila e blokon procesin. Nuk ka ndodhur. Madje deri në vitin 2021, kush i ka marrë 37% votave ka qenë fituese dhe ka gjetë rrugën i ka kriju institucionet. Tash kemi një parti fituese e cila është përmi 40% fituese, edhe nuk don me gjetë rrugë. Ka dole para, s'është fituese zotën që aty është e lashja dhe e tyne. Absolutisht. Na kem qujt fitues ato që ka doli pari. Okej, po tash na kanë pru situatë mos me e qujt fitues ato që ka doli pari. Vete kanë pru situatën e tillë. Për njerë po ngushtohen edhe me folë lartë, se më të e ditë që shumica dërmuese e njerëzve në Kosovë dhe janë të mërzitun. Janë të mërzitun me këtë situatë. Po i marrë vlerësime tuja për do në gjarje të kove të fundit, ditore, javore, me thonë, e për cilat qëndrimi i AAK-s dhe juve është interesant. Gazetarë që ju besoj, njerëz që i përcjellin zhvillimet politike, po thonë është kry dili me Limajn, janë ka e zvarritin rreth çështjeve teknike. Qysh me definu sta? Oportunizëm, tradhti, sakrificë për të mirë të kombit, çka bëri nisma edhe cili është komunikimi që e keni me ta, qëndrimi juaj? Nuk kemi ndonjë komunikim tani. Kom folë shumë shpesh për nismen edhe për Limajn, gati që nuk kom motiv se kom folë në shumë studio. Më duhet me thonë që vendimi i Limajt për me hap portën aqheret, për me lëshu garden, i ka bo dom opozitës. Ajo që ne e dim është që kem bo garë, kem garu bashkë në zgjedhje, me naracionin e pastër edhe me bindjet plot, që Kurti është dom i madh për Kosovën. Edhe ka qenë e pabesueshme me njëherë, do të thonë javën e parë me ndruat mendje, është puna e tij, do të thonë e kemi thonë disa herë, gati sa pe kom mërzi ato me e komentu që ka bo, nëse i kanë numrat e bojnë. Do të thonë puna e marë. Edhe le t'i bojnë bre se edhe ajo është zgjidhje. Po nuk është zgjidhje, partia që ka dalë me numrin më të madh deputetëve në Kosovë, me ju thonë gjitha partive tjera ose kështu është ose zbën. Normal që dhe tjerat kanë me i thonë, okej, qashtu zbën. Të paktën aleanca, me sa muj me u kujtu deri tash, aleanca është e para që e ka dhënë një zgjidhje të pastër, e ka qel një derë, edhe ka thonë ndroje kandidatin, madje kem përmend dhe Glau Konjufcën, ndroje kandidatin edhe mundet me ndodhë që me ndrim kandidatit edhe kanë me qenë votat e gatshme për kryetar kuvendi, e dijim që në bazë të vendimit pa lidhje, vendimit keq gjykatës kushtetuese të vitit 2014, kjo është situata, po duhem me ju në nështru kësaj situate, edhe i nështromi. Por, një prej provizioneve më të rëndësishme kushtetuese në Kosovë, në demokracinë tonë është që deputeti nuk i nënshtrohet asnjë lloj detyrimi. Asnjë lloj detyrimi. Nuk thot përpos, po asnjë. Nuk është ai as detyrimi nëse gjykata kushtetuese thot duhesh me najt aty. As gjykata kushtetuese nuk mundet me detyru deputetin me votu kështu ose ashtu, madje nuk mundet me detyru as me najt në sallë. Po ka bre dhe instanca tjera ku ti nëse s'merr pjesën në votim të shkruhet abstenim edhe hecim tutje, nuk e di pse ka nevojë kaq të lashës duhet kjo punë. Ne kemi kompliku jetën shumë me disa vendime, kryesisht me vendimet gjykatës kushtetuese të kalumen, na kanë kompliku jetën kot. Fillimisht. Në sallë, pse ke nevojë me ngrit dorën për abstenim? Vendimi që nuk konzumohet vota për president, shembull ta marrim. Nëse nuk janë 80 persona në sallë, e ka pru Kosovën një situatë në cilën kur nuk kemi me mujt me zgjedh president pa pas trauma. Në të kalumen e kemi zgjedh. Ai ka qenë vendim seriozisht i gabum. Seriozisht i gabum. Vendimi tjetër që e bën e paraqet një ekskluzivitet pa afate kohore, vendimin për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, është një gabim tjetër. Kanë ndodhur gabime në interpretime. Amo tashti, gabim edhe më i madh është mos me i respektu ato vendime. Duhet me provu me indru në të ardhmen. Nëse kemë me pas mundësi, nëse kemë me pas rrethana, duhet me i sqaru këto çështje në mënyrë ligjore, prapë, në mënyrë ligjore dhe kushtetuese, jo me shkel kushtetutën, por duhet me thonë, nuk po mujmë me thonë që kanë qenë vendime për të cilat unë atëherë kom qenë deputet dhe atëherë kom folë. Kanë me nasjellë në situata tepër problematike. Sidoqoftë këtu jemi, unë po besoj që është sjellje e papërgjegjshme,
s'ka shumë oportuniste, pa pikën e konsideratës për të ardhmen e Kosovës, kjo që është të e bo lëvizjave të vendosje. Nuk dojnë me ndru kandidatën, dojnë me shty kohën sa ma shumë që tjetë e mundshme. Disa spekulime janë se dëshirojnë me i sjellë zgjedhjet nacionale dhe lokale në njëjtën kohë, nuk besoj që kanë me mujt, po një spekulim është ky, ka spekulime tjera, që ndoshta nuk dojnë me pas zgjedhje fare deri në pranverë, nuk e di, amo kjo sjellje kësaj